Ju kemi sjellë shumë shpesh misa, modele, revit, mode e çdo gjë që ka të bëjë me modelizmin. Edhe pse të pak në numër në krahasim me gjininë femrore, gjinia mashkullore janë të lidhur ngushtë me këtë hobi apo edhe profesion. Një ndër ta është edhe modeli nga Gjakova, Stjefen Marku, i cili së fundmi në Miss e Mister Albania fitoi çmimin Elite Model Look Paris. Çka pretendon të bëhet Marku në të ardhmen, e shohim stonë e përgatitur nga kolega jon Katrina Aziri. Që shqiptarët janë race e bukur është dëshmuar ndër vite, bile edhe në gara ndërkombëtare në sfilatat më të njohura të botës. Pikërisht nga kjo arsye dhe kërkesa e madhe të rinjeve për pjesëmarrje në spektakle bukurie e mode vazhdon të jetë e dukshme. Modelizmi, i cili në të gjitha rastet fillon si pasion, duket si një art me përmasa univerzale, sepse e bukura është univerzale. Në momentin që shkelet podiumi, menjëherë vjen në shprehje pamja e jashtme, por sigurisht edhe shpirti artistik. Shumë fytyra të njohura të modelizmit në Kosovë duket që tashmë ju kanë hapur portat e suksesit dhe afirmimit, madje edhe përtej Evropës, por ky lloj profesioni, nëse mund të quhet ashtu, në Kosovë nuk vlerësohet dhe nuk ka përfitime të mëdha, kështu që mbetet një pasion dhe vetëm një lloj hobi. Janë lëvizjet, shikimet, emocionet, buzëqeshjet, ato që një model apo modele e bëjnë të duket bukur dhe të pëlqyer. Femrat e bukura dhe të gjata, krenare, elegante dhe sharmante, të zgjuara dhe me ego të fortë, janë model për modelizmin. E kjo vlen edhe për çunat. Në vendin tonë, ndryshe nga gjinia femrore, të pakt janë gjinia kundër që mund t'i gjejmë të lidhur ngushtë me këtë gjë. Është ky Stjefen Marku nga Gjakova, ka vetëm 19 vjeç, që nga fëmiria ka pasion modelizmin dhe në këtë fushë ambicjet e tij shkojnë edhe më larg. Këtu ditë ai zhvilloi një set fotografik në studion e fotografit Veton Osmani, aty ku ne ishim prezent. Po ai përkroj e kam pas nga gjithë rrethi im, familja dhe shoqëria im kanë ata të cilët kanë ngultje në pjesë e modelizmit. Edhe vetë kam pas pasion femëror. Mirë po vendosa dhe pata sukses, paka shumë pata sukses. Edhe pse në vendin tonë modelizmi është një profesion jo profitabil, Stjefen gjeti mënyrën se si të startoj në këtë fushë. Për herë të parë kam marrë pjesë të spektaklit Union Top Model 2. Aty domethënë kam filluar dhe aty kam marrë hapat e parë të mi. Domethënë rreth një viti kem bërë prova. Kem pas prova, kem pas pozim, fotoshooting ndryshe, jemi klasifikuar në grupe, edhe aty kemi shku deri në finale, ku jemi gjithë 6 finalistat më të mirë. Që në daljen e tij në pasarel, edhe pse jo shumë me përvojë, mbas një pune, ai u bë edhe një fitues. Stjefen në të ardhmen pretendon të jetë pjesë e botës së aktrimit. Kam përfunduar shkollën e mesme të mjekësisë në Gjakovë. E falë spektaklit, unë jam Top Model 2, kam fitu bursën në Fakultetin Ilëria. Po modelizmin e kam në të parë momentalisht, mirë po se jo më pëlqen të jem edhe një aktor në të ardhmen. Menjëherë pas garës Top Model 2, Stjefen mori rrugë për Tiranë, pikërisht për të marrë pjesë në spektaklin Miss and Mister Albania 2012. Përveç 20 bukurosheve, ishin edhe 15 djemë të cilët të gjithë bashkë garonin jo vetëm për të fituar trofeun shqiptar, por edhe pjesëmarrjen në aktivitete të rëndësishme ndërkombëtare në lëmin e konkurseve të bukurisë. Ndërsa Stjefen Marku pas kësaj gare u shpërblye me çmimin Miss Elite Paris, një agjenci e cila ka qenë për shumë vite shtëpia e Claudia Schiffer dhe Kate Moss, me një kontratë të lakmuar nga mijëra të rinj nga e gjithë bota. Ka qenë një mënyrë perfekte të organizuar me gjithçka, edhe të kesh fatin të punosh me një zoj si që është Vera Graboca, është diçka e madhe. Edhe nga ai spektakël kam dalë fituesi i atij spektakli, unë ndaj kam fituar çmimin Mister Elite Top Model, çmimin që më dërgon drejt Parisit. Cilat i pare bindën jurin që t'ja dhuroj këtë çmim, Stjefen tashmë është i vetëdijshëm. Ju ka pëlqyer shikimi im jashtëzakonisht, shikimi mashkullor ju ka pëlqyer shumë, edhe vija të fytyrës tim më kanë pëlqyer shumë. Këto kanë qenë dy sene primare që më kanë ndihmuar shumë.
Për të qenë model duhet të kesh një pamje perfekte. Për të arritur deri këtu, përveç një dhuntis nga Zoti, sigurisht që duhet t'i kushtosh rëndësi vetvetes. Me veten mirëm jashtëzakonisht shumë. Do të thonë 1 orë deri 1 orë gjysmë në ditë bëj palestër. Do të thonë ushqimin me ushqimin merrem nuk brumet zakonisht nuk më pëlqejnë. Përveç kësaj, Shtefan i kushton rëndësi edhe veshjes. Ai nuk veçon ndonjë markë botërore apo ndonjë dizajner, mirë po mundohet të jetë në hap me modën. A do të planoje të pozojë nuda apo për Playboy në qoftë se të vizhgon një ofertë marramendse? Po sigurisht që po, është sukses i një modelit të ketë një kontratë, si që është kjo. Unë mendoj se është sukses, me dhe shpësaj, pse jo. Sa i përket jetës private, me siguri juve vajzave ju intereson statusi i dashurisë. Sa i përket dashurisë, unë nuk jam i dashuruar. Një femën kisha pas dëshirë që bukuria e saj të jetë në zemrën dhe në shpirtin e saj, jo në bukurinë e jashtë. Modelizmi dhe aktivitetet të tjera lidhur me këtë fushë specifike të artit, nganjëherë di të ketë një kosto. Nganjëherë është kostoja e kohës së humbur nga sfilatat dhe përgatitjet, mungesa e kohës së lirë, pamundësia për t'u çlodhur, por këto duken më të vogla nëse i shtohen përfitimet financiare që sjell ky art. Deri më tash shumë të rinë të reja në vendin tonë që zgjedhin modelizmin si profesion, shprehin zhgënjimet për përfitimet që sjell ai nga ana financiare. Shtefan Markut i urojmë në realizimin e dëshirave dhe pse jo një ditë ta shohim të sfilojë në pasarela botërore.